Në kuadër të sezonit turistik veror në portin e Vlorës ka nisur zbatimi masave të posaçme për menaxhimin e territorit dhe rritjen e sigurisë, me qëllim lehtësimin e lëvizjes pasagjerëve dhe mjeteve që operojnë në port. Drejtori i portit të Vlorës, Valdet Bello, ka konfirmuar se plani ka hyrë në zbatim në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, duke synuar përmirësimin e organizimit të territorit dhe garantimin e një niveli më të lartë sigurie gjatë periudhës me fluks të shtuar. Sipas Bellos, duke u referuar përvojës së viteve të kaluara, nga data 1 korrik do të funksionojnë 2 linja tragjetesh me Italinë për t'u përgjigjur kërkesës së shtuar gjatë sezonit veror. Në kuadër të fillimit të sezonit turistik, Porti Detar Vlorë ka filluar të implementojë planin e ri të sigurisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme Detare, duke sistemuar territorin me qëllim krijimin e kushteve dhe lehtësirave në përpunimin si të pasagjerëve dhe të mjeteve të cilat operojnë në këtë port. Aktualisht janë bërë disa sistemime në territor, ku parashikohet që dhe trageti të akostohet në mënyrë më të durë dhe duke krijuar disa elementë sigurie të cilët ndikojnë qoftë në akostimin e tij, po dhe në përpunimin si të pasagjerëve dhe të mjeteve. Aktualisht operohet me një tragjet. Në ditët në vijim, prej datës 1 korrik, pritet që fluksi të jetë sipas edhe lëvizjeve që kemi të shtuara, do të jenë në shërbim 2 tragjete, të cilat do të operojnë në orare të ndryshme, por në pikun e sezonit besojmë se do të jenë dhe në të njëjtën kohë, të cilat do të rakordojnë mbi bazën e planit dhe përpunimit të mjeteve dhe pasagjerëve. Drejtori i portit të Vlorës ka bërë të ditur se përgatitjet kanë nisur tashmë, ndërsa muajt korrik dhe gusht pritet të shënojnë dhe fluksin më të lartë të lëvizjeve si çdo vit. Për të përballuar këtë ngarkesë, numri i sporteleve funksionale është rritur nga 4 në 6. Aktualisht kemi një numër i cili është linear, por ka filluar ndjeshëm që të rritet, si në numrin e pasagjerëve dhe të mjeteve për përpunim. Mendojmë që për periudhën korrik-gusht, i cili është ajo periudha tradicionale kryesore, do të ketë fluks të shtuar. Aktualisht është bërë plani i ri i sigurisë, në përputhje dhe me Drejtorinë e Përgjithshme, kemi përshtatur mbi këtë plan, ku përfshihet sistemimi i territorit, rrethimi i ri, ndriçim, asfaltim i territorit dhe shtimi i kabinave, të cilat do jetë për përpunimin e pasagjerëve dhe të mjeteve. Nga 4 gabina që kanë qenë më përpara, janë shtuar 6, të cilat në kapacitet, po themi në sezon, do të përpunohet nga të dyja anët dhe do të krijojë më shumë lehtësira, qoftë për pasagjerë dhe për mjete. Fundjava që lan pas ka regjistruar një numër më të lartë lëvizjesh në port, ndërsa muajt korrik dhe gusht pritet të sjellin sërish një fluks të konsiderueshëm pasagjerësh dhe automjetesh nëpërmjet portit të Vlorës.